Jemi drejt për së drejtit e studio emisionit Një Kafe me Labin e unë veç e kam postuar edhe në Instagram tek Një Kafe me Labin edhe tek imi personal se në studio kam Genta Dautaj, Besnik Humollin dhe Egzon Hysenin. Përshëndetje që të tretë, unë kam kënaqësinë që u kam në studio në emisionin Një Kafe me Labin. Përshëndetje. Përshëndetje. E pam storjen, por ne do të dalemi tek gjithçka, tek puna e juaj, e di që ndoshta me shumë njerëz ju bjen rasti me punu gjatë ditës në vendet ku ju punoni, po thuaj që, por mbi gjitha unë thash edhe që në fillim të emisionit. Është kjo periudha që është periudha e pranverës edhe ku vjen vera. Një muj ditë na dojmë ndreq këtë kockat e barkit e këtë trupi më mdoket, veç me shku ndeti se do të më dok mirë. A keni klienta tillë? Ka klienta tillë, po në fillimisht duhesh m'ja spjegu si një gjë e tillë është pothuajse e pamundur. Normal që më rrihen rezultate edhe për një javë, se lemo për një muj. Mirë, po nuk është mirë, sidomos prej neve trajnerëve, paktën mi orientu edhe në qatë mënyrë, edhe mi lanë ata me shpresu që për një me rrihet rezultat për një muj. Është shumë e vërtet se mune personalisht si trener kam arrit në shtadej 7-8 deri 10 kg mja hup njerëzve për një muj, edhe pse personalisht do të thotë nuk e preferoj për mi 7 kg varë, deri 5 kg është healthy, do të thotë e shëndetshme, deri në 7 kg varësisht për peshës, do të thotë është po ashtu e shëndetshme për personat që kanë ma tepër do të thotë peshë, jo për shembull nëse veç je 10 kg plus, atëherë nuk është mirë ti mrena një mujit mi hup 70 kg, se është e tepër. Kështu që do të thotë arrihet edhe për një muj, ka mundësi me hup mjaft peshë, me ndryshu, me rrit forcën, me rrit qëndrueshmërinë, po prapë se prapë na si trajner asnjëherë nuk guxojmë ju thonë klientëve që për një mujën e ty të bëj, për 2 mujën e ty të bëj builder, se për ashtu na jem që unë e ushtroj që 15 vjet intenziv, plus asaj prej moshës 3 vjeçare kam shkel në sallë fitnessit kur dihet baba em është themeluesi i këtij sporti në Kosovë. Kam bë si sot më kujtohet qysh moshën 4-5 vjeçare pull-ups, ngritje në hekër, babi veç më lejke aty, edhe unë e bëjsha ka 30, 40, 50, shkojke, u sillke rreth sallës, o hajde merrem, bë thik edhe pak, bën edhe pak. S'm kap që zguzoj, isha i vogël ku me kthym poshtë. Do të thotë qysh fëmijë ju marr me ushtrime mirë, po përmeni ato që 15 vjet do të thotë veç intensivisht, kështu që nuk është mirë mi eduku nashta klientë edhe njerëz në atë mënyrë që mi thonë për një mujën e ty të zhvilloj, për 3 mujën e, po mi kallëzu që normal, për 3 muj deti e merr një farë forme, po vyn një kohë pak më e gjatë derisa të adaptohesh, derisa të adaptohen vijet muskulore, nuk është mirë për shembull mi ba shumë stres, sidomos tyne që kanë shumë peshë, mi ushtrune, po ndëgjoj prej shumë trajnerve tash që jem ba trajner, shkojnë i shtin për çdo ditë me ushtru 6-7 herë një javë, është shumë e dëmshme për gojë, për nyje, a i ka 120-30 kg, kur një ti nuk ka ecë, nuk ka ba një aktivitet fizik, se nëse vetëm ka baj nuk ish mujt me ardhe i të ajo peshë, edhe ti tash i thu, dosh pa tjetër 6-7 herë një javë me ushtru, ajo është e tepërt për nyjet edhe ligamentet e ti, kështu që duhet pak si gradualisht, do shmja spjegu ati pse, se është në të mirë të ati klientit, ati personi, se normal, çdo herë duhet me rujt klientin, nuk duhet me jep klientin për rezultat, na jena betu që mas pari shkon klientit tana i rezultati, e nuk duhet asnjëherë me ndru ata, me ba rezultatin tana i klienti. Do të ti me pas rezultat si trajner, për klient nëse e ka adeni shkakton naj dëm shëndetësor, atëherë s'ka problem, kryesorja unë e kum rri me ba diçka. Kështu që unë nuk e preferoj atë mënyrë për veti, edhe unë çdo herë ja u spjegoj që mos e merrni, okej, se mu më vinu më thojnë, am garantet ti për 3 muj dit, ma hjek barkin, mi qetë kocka, ta më garantën, kështu am garantën, s'ka garant, as në operacion, as në operacion me të shti s'ka garant, kështu që na nuk jem doktor që bëjmë liposuction ose diçka, na mundohem në mënyrë natyrale, po flas për veti,
mirë përdor gjitha metodat që janë të mundshme, mënyrë natyrale, qoftë me dietë, qoftë me ushtrime, mënyrat më të reja, metodat më të reja, për më dobësu, mu zhvillu, varësisht prej qëllimit klientit, mund të flasëm ma vonë, s'po du me ma shumë kohë, më ju lanë edhe egzonit e gentës, do të thotë për me fol, mund me fol ma vonë, do të thotë edhe për qëllime. Po, edhe qëllimet, shëndetin, ushqimin, gjitha këto... Po, qysh personalisht nuk jam imponu sa i përket qëllimit. Egzon, ka ndodhë më ardhë, për një mujdet? Ka ndodhë, normal se shumica kanë qef, jo vesh në fitness, po në krejt aspektet të na kem qef rezultatet me mbri shpejt. A mu edhe një sen që shumica është mirë me pas ditën, se për shambull tash për para kanë ushtru një kohë shumë të gatu, se unë jam për shambull njëz që një 5-6 vjetë ushtru në gjithmonë një njëtën formë, munen adin është mirë me pas e klientit ditën, se nëse danë kuptohet, sa du, jo ata që jonë bipe eshtë të madhë, po një për shambull që e ka një barkë, maksimumi që i vynë 3 mujdet mundet me dalë në kocka. Adin që mështë të hushuna e shpresat se shumica ka, për ju dhe gatë dhe nuk përja nisja, për këpëtan. Pa më nushëm, klientat e mi unë personal, që përmeni besniki ma herët për shambull punën e njëve, se cili ka metodat e veta që përnën. A mo për shambull klientat e mi nuk ka shansë shiritin e vrapimit me prej korë. Se normal është sakta e që po thotë se nisën e dishka kila njeri nëse hypë në shërit vrapimit edhe mënohet për shambull me nëzonë 2 orë po vrapoja se 2 orë e gjysë se po mënona me hekë për një ditë, aty nuk ka shansë. Ka metoda tjera për mes ushqimit. Bicikleta është ma e mirë 100 milion herë për shambull se sa shëritje vrapimit, edhe është ma e padëmshme për një, është shumë ma efikase për kom, një kosisht t'i forcon edhe kom, për shambull një për ty në Spinbajku, që ki non-stop kompresion, po mundet se cili mundet, unë të kalzua minimumi do me thonë për 3 muj mundet me dalë pa problem në kocka. Unë e kom edhe njeri për shambull që o dalë në njërë naturale, vesh me dietë edhe me ushtrimi intenzive, ju ka afru shumë pragët. Apo kupton, ai ka pas me dalë edhe ma shpejt. Sa ka pas vjam egzam, nëse ka pas shumë. Për shembull përqindjen e njërës e ka pas 37%, tash e ka 19.4. Për shembull, për 3 muaj e kanë rritur ato. Ti e din që me 19 s'ka shans më vrejt kocka, tash është. Jo, kockat ka shans më vrejt onash. Nuk ka shans për ballë më vrejt, jo në fotografit, se na e kena marrë me kaliper. Po do me thonë 19.4 kam rri për 3 muaj. Sa 19.4 sin për shembull ai më rri në 13 është për to është ondë rjetësore, për shembull, që ai njeri për shembull ka që ushtron, unë ushtrej që 11 vjet. Jam kampion i shumë festë i Kosovës, në mbarë kombëtare, për shembull, titoj ma shumë se unë në Kosovë s'ka kërkush në ndërkombëtar. Po ai ushtron edhe magacione, apo kupton. Po problemi se nuk kur njët s'ka pas trup. Është ondra e parë njëtën e vetë që kam rri, do më thonë, denë 100% që kam rri është tash. Nuk ka pas mundësi kur për para, po është në pyetje veç ushqimi. Ushqimi është këtë në pyetje. Okej, do të flasim edhe për ushqimin gjend. Zakonisht, femnat janë ato të cilat kërkojnë shumë shpejt. Shumë shpejt, ndryshimin dojnë shumë shpejt. Ka edhe për atynve që e kërkojnë, po ka edhe për atynve për shembull për një shëndet më të mirë. Punoj edhe me femrat moshat më të reja, por edhe me moshat më të vjetra. Do me thonë këto moshat më të reja që janë që e dojnë një trup më të mirë, që ta qetë më pak a shumë. Për atynve moshat më të vjetra ka që thot du të ndihem shëndetshëm, ta bëjnë një gjumë më të rehatshëm, që jem pak më aktive se sa që jam të shtëpia. Po, pasi që kanë fillu tani ta vizitojnë fitnessin, palestrën, shumë mirë, do me thonë, fitnessi tash ka hi edhe unë kisha kërku që Ariani kemi, do me thonë, edhe fotografijat e Gjendjanës, e kemi edhe të këzonit, do me thonë, videon, që ko pas kohë ta kemi edhe më prapavi ndalje këtu. Po, kisha dash më ndalë tani këto momente për shkak se edhe pyetjet shumë tash veç kanë arrit, do me thonë, Instagram. Më la për shtypje kja, me fillu heret fitnessin që nuk është kur gjo nisëm këtu për besnikut, po të ngritet në kam, tha qysh moshën e vogël ka fillu për shkak se me 3 ditë familjare, nuk mbetesh i vogël. Se po pyesin nëse filloj herët fitnessin, a do të mbetem i vogël? Ky për mos vogluja dhe Une për marrë fjallën dhe të masi edhe unë ndërledh me ata që unë e thash, më herët, me fillu herët me ushtrime, me fitness, nuk është e vërtet që ndalet
rrita. Unë personalisht kam fillu prej moshës 15-16 vjeçare, kam qenë dikun 1,73 kur kom fillu, se i kam gjitha matjet edhe si për vetja ashtu edhe për gjithë klientët, kam qef mi ba gjitha matjet antropometrike, do të mi këqyr krejt edhe për qindjen edhe centimetrat. Tash do me thonë jam 1,86, kështu që 13 centimetra jem zgjatë ma shumë, pre që kom fillu më ushtru, është dëshmi që nuk ndikon në ndaljen e rritës mirë, po pse nuk preferohet shumë herët me ushtru, është puna e nyjev, e eshtrav, sepse në moshën adoleshente, do të 3-14 vjetë, unë ju tregova do të qysh prej si fmi, kom ba e vetë mi ushtrim në ashtë që ka qenë është pull ups, diçka e thjesht, jo me pesha, me punu, asë njëherë nuk kam punu, ta më puna, se normal nuk më ka lanë babi, se ka di që nuk është e mirë me punu me pesha, mi ngarku sistemin e shtror, nuk do është mi ngarku e eshna, sepse eshtra qysh moshë 17-18 vjeçare bën kërc, do të të forcohen edhe prej atëherë mund është mi mundu pak ma shumë. Nëse i mundon ma herët, do të të mundësit shumë ma të maja për mu lëndu, mundësit shumë ma të maja për mu deformu eshtrat, që që për këtë arsye nuk preferohet moshën 3-14 vjeçare me ngrit pesha. Sidomos pesha trana edhe me intensitet nalt. Okej, disa ushtrime me pesh trupore lejohet. Mirë po asë njëherë me ngrit do të të pesha trana me ngarku sistemin e shtror, asë njëherë. Okej, po ndalimi tek ushqimi, se e përmendëm disa herë që pa tjetër nëse ata klientë, vinë deri tek ju, është domosdoshme, që rregulla strikte ushqimi, që mos me pillu ndoshta me ato dieta shumë shpeshta që po i marrim edhe që po janë këshilla ndoshta edhe për shumë kompanive të ndryshëm që është kjo, po edhe fitnessi edhe pak a shumë edhe ushqimi i reduktuar ndoshta janë gjëra më e mirë që të mund të heqësh kilogram. Këto të ushqimi, shumica dietën të na kur të marrin, e marrin atë aspektin se durojnë uni një kodë gatë, mas nëjna hajnë gjithë shka. Po kuptan edhe thot, po unë po maj dietë, edhe po më kap shumë monem, edhe po më vje monem, kom pas shumë rastë, më ka thonë, po do më mrat klik në tragë, në shiret vrapimit. Klientat e mi hajnë 6 herë në dite. Më thonë, me 6 herë në dite i hupin kilogram. Edhe ka klient për shembull që ku ja kom tregu edhe njerëzve që kanë studiu jashtë, më thonë ta mën këtë sport, ku ja kom tregu fotografinë e transformimit, ka thonë që ku i ka hek 12 kg. Në fakt i ka hek vis 3 kg, si i ka hek i ndyrë, nuk i ka hek langje. Ka shumë rëndësi a hek langje, a hek i ndyrë. Se langjet e trupit mund është me zbrazë shumë letë. Ajo nuk është as e shnetshme, po as nuk të bënë muni mirë. Normal se atër muskule nuk e ka volumin, po ka muni, ki me pa dhe më thonë, sikur më koni shtartë. Shtu që dieta është veç më ju përmbajt ushqimit, me pa që ka po hanë, jo sa herë po hanë. Se të regua dhe në 6 herë hanë edhe hup kilogram çdo ditë. Po këtë është në pyetje që ka hanë edhe që hanë. Gjendë? Po tash mbaret e këzën ato që nuk janë për mbi pesh, që s'mod më hongër 6 herë. Kush po mendan? Po mendoj tash ti ushqimin, vajzat që unë i kam që ju ushtrojnë për shembull, tash ai thot mu po mahet 4 herë. Ajo e ka të ndalueshme, do me thonë që me hongër 4 herë mundet me hongër, 5 herë. 5 herë mundet me hongër, edhe mos më shtu asnjë gram. Do me thonë qatë... Së shprej sasisë, normal. Varsisht. Ti mos më hongër një herë mi konsumu 3000 kalorije, dhe e te i kalon, nëse ajo është shumë ma mirë, do të të menda atë ushqim 5-6 racione. Po, unë si personal, për shembull, personalna vetëmi që ajo në për mbi pesh, e kanë ushqimin e ndonë. Me gjesin, dreken edhe darken. Në momentin që klienti nuk ushqehet 5-6 herë, jetë hapsin me hongër çokolada, jetë hapsin me hongër cipsa, me pi Po mirë dhe e ka për shembull një sasi ma të vogël. E lyp trupin vetë. Një sasi ma të vogël, e jo tash ti me marë një milka, ajo është në gjendje mi hongër. Milka në dietë, nuk ka pjesë e dietës. Po mirë dhe nuk po thëmë pjesë dietale, që me pak si me plan program, ushqimi me shku. Me plan program shkon, se mos më konë me plan program nuk e ka 5 herë. Po 5 herë ajo mbi pesh. S'ka dërtë, edhe nëse është nërë pesh, edhe nëse donë me hu pesh, edhe nëse donë me shtu pesh, edhe nëse donë me majtë atë formë, besniku nuk mëlet me hungër në 4 herë 5. O, qashtu? Po, matematikë e thjeshtë është. Sistemi ushtrimeve është i ndryshëm të secili, për shembull. Ushqimi është matematikë e thjeshtë. I ul karbohidratet, i rrit proteinat, i ul proteinat, i rrit karbohidratet. Ata që kanë problem me shtu pesh, është mirë mu ushqyna ashta veç 4 herë.
ata që kanë problem. Ata që kanë problem me shtu pesh. Me shtu pesh, veç 4 herë. Pse? Mja zhënu pak luktin. Të dush me ditë që ai pse s'mund me shtu pesh është se sasia që konsumon ai është e vogël, e pa mjaftueshme. Kështu që ti dush mrena 3-4 racione mi shti sasi më të madhe që mja zhënu pak luktin, ati edhe ai me konsumu ma tepër. Kjo që apëtët e gzoni, kjo është e vërtese, do të thotë, ata që dojnë mu dopsu, ata e kanë zgjënum. Aty në ti dush mja u zvoglu, luktin. E po dush mja u zvoglu, po dush mja 5-6 herë ndite kapak. Sa ju mësu me hongër shumë, ai nuk mënus me shëndru pak është që me hongër edhe veç 3 herë ndite. Sa ju mësu me hongër 5-6 herë shumë. Po ti veç ja zvoglan. Do të thotë ti nuk e lem për një kohë gjatë, çdo 2-3 orë ai do të me pas metabolizmin me pas shpejtum. Ti jetë veç kapak, ti jetë kapak sasi, ai e përpunon ata. Prap puntohet mas 2-3 orë, ti jetë prap. Kështu që ja shpejton metabolizmin edhe ja zvoglon luktin, se kjo është më rëndësi shumë. Kështu që përkundrazi e di që shumë njerëz mendojnë që kur donë mu dopsu, dush me hongër veç një herë 2, ajo është e kundërta. Ata që dojnë mu plëtsu me shtu pesh, nështë ata do të me hongër sasi pak më të madhe. Okej, pyesin këtë anën tjetër ku jemi të ushqime, çka duhet? Çka preferohet për ushqim? Po varësisht prej qëllimit, Labi. Po. Varësisht prej qëllimit. Unë gjyshet se ka marrë, do thotë, këtu po flasim masi ne punojmë si trener personal që të tret, po flasim për klientat, në përgjithësi që merrem vetëm me ta. Mas pari do të po flas për veten, unë e pyes çfarë qëllimi ke? Çfarë po don me bë me truptanin? Çka s'po të pëlqen ty trupi jot? Apo don me hu pesh, apo don me shtu pesh, apo don me zgjënu krat, me ngushtu krat, komb, krejt pjesë çka. Njëherë marr një menim ti apo të saj. Varësisht çfarë gjini është, pastaj unë ja bëj matjet. Të thëtë, me centimetra antropometrike edhe përqindjen dhjamore. Se ka njerë që më thojnë, unë e po du mu definu. Kur ja u përmat përqindjen dhjamore, besëm 6% body fat. E dhe në gzoni, sa është 6%, 6% body fat, do të thëtë minimum. A i thike jo, unë e po du mu definu. Unë e s'kam kohë, s'ka të barkët edhe po du. Po ti s'po din me ushtru barkë, se me 6%, ty do të më të vrejt, perfekt. është nër 12%, na që është kemi mësu, nër 12%. Mirë po, në praktik e she, se me 12% fillojnë veç vijat nuk i knasht, me 12%. Do është nër 10% me ra, 10.7 nër 10% për mi po kockat. Që që jaj me 6% nuk ishtë i knasht. Edhe kur t'ja moti ato e binde i të regon që ka dalë, këto e ki pa gabim. Kjo është veç do të një shembull. Pastaj, ka shembull tjerë kur dikujt ju do këtë nështë ta kamt, që si ka mirë ose pjesën e nalë diçka. Edhe one çdo herë po të thëmë, e marrë menimin e ti, të saj, i bëj matjet edhe i kraj saj, i thëmë, ti ki qitë menim matjet po thojnë qështu. Edhe thojnë çka po thu ti, po du edhe menimin tanë. Edhe unë jepi një menim temi profesional, edhe kështu që e gjojmë një farë kompromisi. Asë një herë, ka njerë që unë e kam ushtru për 3 vjetë një farë italiani, ka qenë avokat edhe një formë bukur të mire kam rikuruar, fillim e ka pas formën e dardhës, kratë e ngusht edhe belin edhe barkën shumë gjanë, ja ku ndryshu komplet formën. Pi asën dhe. Edhe, shto që 3 vjetë ka ushtru edhe ka pas një formë u duk fit. Njerës tjerë më pëtëshën bestek se s'po zhvillohet bre këj pak, dyqysh mire, kam ri një formë, po pse s'po bën pak muskuj? Po nuk është qëllimi ti. Kjo thot, unë jam avokat, unë e du qitë formë, unë e në qatë formë ri. Unë nuk du m'ja u imponu kreve me pas trupin tem. Se nëse dikush zdan nuk i pëlqen trupi jem, unë nuk ja imponoj, asë një herë. Kështu që, do të thot, është ajo që dush me marë pak, se aj po të pagun ty, me një farë mënyre, edhe do të qëllimin e ti. Mirë, po ti çdo herë dush me jap menimin profesional, se tash perceptimi nuk është real. Shpesh njerëz mendojnë që o kratë unë i kam shumë zhvillum, ose i kam shumë ngush. Kur t'ja matë e që i kam proporcion. Edhe i thu, t'lutna, krati ki mirë, mos u bë vezves, ose që shtojmë na. O vëtën, mos u komplekso për shampun e ekranve ose komve. Kështu që, në bas të asaj, ti arrin dhe i të një qëllim. Bas qëllimi të nëj bat programi, bat dieta, bat ushqimi, bat krejt. Nëse pezam ka për qëllim rritjen e masës muskulore, apo rritjen e peshës, do të mja rrit kalori, do të mja, ekzistojnë formulat, do të të me këshyrë qëfar peshe, qëfar gjatësie, sa vjeti ka qëfar gjinie, mja nëzirë, mja kalkulu sa kalori duon ati, edhe mja ashtu për 500 dhe 800 kalori ma shumë.
Për shembull, ka shumë njerëz dhe di që më kanë bën pyetje edhe në për emisione tjera, i kum rrit po ha po s'po muj me shtu pesh. Është shumë e vërtet. Për shembull, me rregull e ki 500 kalori, mi ashtu plus ose minus, nuk guxon ma tepër dikujt. Po, për metabolizëm. Po, varet për metabolizmit. Ka ndodh 500 kalori, ja kum ba, s'kan diku kur gjë. Ja kum shtu edhe 500, edhe 500 dejnë 4000 kalori, u dasht mi a jep një personit për me shtu pesh. Atëherë me 4000 kalori, ka fillu me shtu pesh. Edhe i kom thonë, këtu e mirë maje këta. Kështu që ajo është pak edhe varet për metabolizmit. Njeri për shembull që han pizza dhe sandviça, krejtë ka format miset besnikut të si temen. është dreni, ti e nxjerr drenin. Po, ta jo që ta kallzoj në rast. Po, unë jam metabolizëm. Apo çat meritonin. Trupin e ka, në formë ka, gjithmonë e ka pas qahan. Po mas pari meritoni unë menej që në një edhe pe i ftyrës shumë do këtë i ri, sa vjet i ka, nëse bën me ditë. 19. 19 vjet, i kallzoj meritonit kur t'i bën për mi 25 vjet, apo mënët meritoni me hongër. Qashtu që shansër, se ndryshon metabolizmi me vjet. Shkon nga dalsu, normal. Po, shkon tu nga dalsu, kështu që tash është në këtë kohën e mirë, ku qa do që t'han, ja tret, ka acet pak ma tepër i prodhon luksi, edhe sistemin hormonal, nivelin e testosteronit, hormoneve, ka pak ma t'nall, vetë, normal, prej natyrës, mirë po këto shkojnë të ju stabilizu, të ju normalizu, pas moshës 25 vjeqare, ta na i fillon. O kon shumë, era në parë kërë ka anë të model ka qenë shumë. Edhe bësha ti për garat bodybuildinget po, për të model jo. Se faktikisht aje duhet mu ditë. Kur jemi të kjo pjesa, dhe më tonë të përgjësi, mu kujtu një sen edhe shumë interesant mërë dhe aja vupë e besnikit, ku tha që dojmë me njerë më shumë shpejt edhe krejtë se cili edhe është aja ndështë ta vullnete e krejtë këto, edhe mu kujtu, më këtheve një periudhë ndështë shumë ahire, se për para në atë moshën, dhe më tonë moshën e meritonit edhe pjesën e adolescencës, sidomos unë që vi prej pejes në atë kohë kënë shumë trend, fitnesset e krejtë këto dhe shkojshim komplet shoshnia. Edhe për 2 ditë këtë delshim të pas qyrë të këqyrë se më ndo këtë ofriva këto, më ka qyru kratë. Po është ai perceptimi që ata thash, është perceptimi. Volumi që ato shtrime, normal tani që mëndon që... Qashtë, normal që i bëhat zemja. Shumica menojnë i kom shtu 5-6 kila ose 7 kila. Shkën staresht e vërtetu me 3-4 kila nëse merë komplet paketën, do më thonë sikur bilderat profesionist se marën me hormone, me steroide, me full senet, 3-4 kila mas muskulore. Po thonë një jotë prezime me fet. Po kur hypë volumit tani menojnë thonë jena rrita, përdin ajo është psiqike volumit. Unë në trupit emin e kom bom 100 herë këtë praktik para gara, përshanë ka ditë që i kom pas ladhëshme, ose ushqim jotë me aftushë më ra volumi. Kër e kom po fotografi mas 3-4 dite, këtë kanë thonë ka dalim 3-4 mund, pa jo veç volumi. Nuk është që u rritë masa muskulore. Proteinat, se edhe pyetje ka këto, proteinat, a janë ndamshme? Pyetje. Atë, këtë dhe këta që thojnë, a janë ndamshme proteinat, i kësha thonë, me në pacjetën e cigares, po thotë, cigarja, qka këto vdekjen vret. Me në shishin e raki, skeleti, me kryz atë, edhe s'po vesin hes. Nuk e di që ka as forum, se në forum e shkruj njës da matera, nuk e di që ka as forum që shkruj që proteinat janë ndamshme. As forum, se për magat s'kem qa me full. Ja, veç e mundet një përgjigje, dhe po thotë, a është e ndalushme pirja e duanit gjatë kurbanit dhe ushtrime, kur stërvite. Kështë që e morë një përgjigje të qka shka këta në aty? Është e ndalushme, normal, është shumë kesh në thët me pi. Ka njerës që gjatë kohës pushimit, dalin jashtë edhe e pinë cigara, ajo është katastrofë, dhe thët nikotina e blokon sistemin respirator edhe e ki shumë problem, dhe thët me pas shëndrushmëri. Atër nëse veç donë me vrapu ose edhe të paktën me ba një trening ma intenziv, është të e pa mundër nëse ki nikotin. E ka qëndrushmërin. Unë për e vrejt ashtë këto momente, jonë dikun 120 pyetjeve që janë ardhë, kam 58 kg, ama nuk dokna shumë e plot, por kam pak po. Pak po. Qa është e pak? Komt, po. Barë. Femën a moshë? Femën, po. Sarita. Femën është. Këtu, unë e kisha më ndërlidh me qëta që është definitivisht shumë njerëz
bojnë këtë pyetje dhe nuk e dim përgjigjen, është shumë e thjeshtë. Peshorja nuk paraqet për njerëz që merren me fitness, me ushtrime nuk paraqet pothuajse kur gjë. Po. Gjithmonë janë ato madje që po flasën që të tregojnë. Mund është mi pas 60 kg, mu dok shumë keq, qoftë femën, qoftë mashkull, nëse i ki 40% body fat. Po dhe, shumë e thjeshtë. Apo kuptan, mund është mi pas 70 kg femën e mu dok shumë mirë, nëse i ki 15% body fat. Që që kjo është ajo formula që çdo herë duhesh me kqyr sa që ajo peshë që i ki, sa përqend dhjam ki. Nuk qyrët çdo herë veç pesha. Me marë për shembull një mja mot diametrin e dorës e ka për shembull 42, e merr tjetër me 36, i duket 2 herë më e madhe se këtij me 42. Ç'është? Se është e definuar, apo Ma kupton? definicionin më të mirë, ç'është. Më la vështirë që kjo, edhe prapë po them po më kthen diçka, domethënë na periudhën më hershëm. Unë i kom drejt te gati vetë, më thotë. I kom bo vetë dhe më ushtru të shtëpia. Me beton. Nuk e di, a është njëna më e ronda? A tjetra. A tjetra. A shka këtë problem kjo? Po monët me shkaktu problem, normal. Se të saj ka qitë betona sa zollë kësojnë. Monët, qërë, programi jo i mirë, po ushtrimet jo të mira, mund me shkaktu problemet noja, sepse bëhet debalancimi muskujve të trupit. Nëse ti i ki kratë ma të zhvillum se shpinën, atër është një farë debalancimi. Apo kuptan, ose gjoksin, ose biceps me triceps, dosh me pas një balancim trup. Sikur vetura që e qojmë, e bojmë, do të balancojmë gumat, njëjtë është edhe puna e trupit. Kime pas problem, se çdo herë muskujt janë që e mbajnë drejt peshimin e trupit. Për shembull, njerëz kanë problem me shpinë kur e kanë barkun, për shembull, pa zhvillum, edhe të madh. Sepse për trong, për pjesën lart, muskujt e poshtme të shpinës edhe muskujt abdominal do të barkut e mbajnë drejt peshimin. Momentin që ti një muskujt e barkut i ki ma dopt, atëherë forcohen muskujt e shpinës ma tepër. Edhe tu hi të kohën funksion, vetëm shpina tu e mbaj trupin, dikur ka me pas problem, kime pas dhim. Shtë që çdo herë duhesh me balancu, mi forcu njëjtë muskujt, si bark, si shpinë. Jo me ushtru vetëm një pjesë, unë e kam qef veç gjaks, edhe po ushtroj veç gjaks. Ose veç dur. Ose veç dur, kam jo, atëherë është shumë keq, është edhe me mjekësi është debalancim quhet. Unë kisha pas dëshirë që disa jemi domethënë tek Instagrami edhe tek shumë komente, unë kisha pas dëshirë se cili prej atyre ndoshta që tash janë pranisht cilët po kërkojnë një farë mënyrë këshilla, e kam trupin shumë të mirë, barkin e kam shumë të madh, i kam komte trasha pak, abden domethënë, kështu që kisha dashur që të vinë deri tek ju në vendet ku jeni domethënë në fitneset e juja ku jeni të konsultohen me ju pa tjetër, sepse këtu po edhe pyesin shumë dieta, cendet. Po, labi, veç një kisha mund ndërlidh me diçka. Njerëz vinë edhe kanë balla aty pyetje, po garantoj, qysh me hek barkun. Po. Po, e din egzoni, për shembull, çaje pyetje, çfarë përgjigje ka. Na mujna 2 ore, 3 me fol për çat përgjigje. Kështu që nuk mujna na me një fjali mi ashu aty ose cili është ushtrimi më i mirë për bark. Leg rise, ose hanging leg rise. Ata po them domethënë që kisha dashur ata që po kërkojnë që faktikisht mu drejtu. Po mirë, ajo është në rregull, mirë, po njerëz shpesh nuk e kuptojnë se mund bëjnë pyetje që ashtu edhe në Facebook shumë, edhe më shkruajnë në asnjëherë nuk i përgjigjna. Me thonë drejtën, vetëm nashta do studentat mi ose dikujt shtu klienta, edhe pse ata nuk më bojnë pyetje se më shohin personalisht, tjerëve nuk i përgjigjem. Kjo është arsye vetme. Njerëz mendojnë nashta mendje madhe ose ku ta di. Jo, po ajo pyetja jote kërkon shumë një orë përgjigje, unë nuk mund, nuk kam açku. Kur të thush të njerit, thot çka më rujt ushqimit për me hek barkun për shembull. Ku t'ja thush vish një pikë të shkurt që po thot Besniku me marr me ja shpjegu detajisht me shumë kohë, i thu bromi ndyrë dhe sheqer i ruhesh, tash me njëherë ka në sheqeri, pluhun, e ka piten, edhe ka ndyrën diamantin vojnë. Ku t'i thush ti se çdo pemë ka sheqer, për shembull nuk mundet ai me hongër banan edhe me pas six pakun, shans nuk ka. Ose për shembull ku t'i thush se brum ka shumë sene që ti nuk e din hiç se a din jon pjesë e brumit, po ato përmbajnë brum, është karbohidrat që nuk tretet shumë shpejt, ose edhe kompiri për shembull që është karbohidrat që tretet shumë shpejt, por nëse teprohet sasia e kompirit, normal që ka më shëndruar në sheqer. Apo kupton, makaroni ajo është ata që kanë shtu perse. Po mendon që nuk është për shembull brum.
ajo broma është. Karbohidrat është. Karbohidrat është edhe orizi, po është karbohidrat i postër. Tretet malet, Interesant më dok, 2 muajt e parë ushtrimet kam shumë dhimbje e gjithë trupin. Ndoshta ushtrimi i tepërt ka 1 orë gjysmë. Po, është personalisht unë menoj 1 orë gjysmë është e tepërt. Kallje 2 muaj ditë nuk duhet me zgjatë. Tash më varet, po të thëmë, unë e 15 vjetë edhe marë. Po, që atër kështë... Ale kallje, më varet prej qëllimi qysh, po nëse ka për qëllim mu dopsu, atër nuk është mirë me zgjatë kalljet atë shumë, sepse ajo është mirë me një program, nuk do me thonë mos me qenë intenziv. Me qenë intenziv, po, mirë po jo me pas kallje, se nëse ka kallje, atër a i s'mon me jep maksimumin në trening. Na përshem kem kallje, Egzoni e din, po marëm kallje një pjesë gjak, spezon, ditën tjetër na ushtrojmë shpinë. Kështu që mirë po, persona tjerë që duhet nashta me ushtru pak ma shpesh edhe thuaj se gjysën e trupit, ata nuk duhet me marë qatë shumë kallje, kështu që e teprojnë me ushtrime. Unë në shqetseka edhe ma herët, nuk, sidomos ngritje, për shkak me pesha, me punu. Unë personalisht klienta të mi, ata që kanë, do të për qëllim humbjen e peshës, nuk i preferoj me pesha, për mi 3 herë njavë. Edhe 2 herë njavë kardio, qoftë cross trainer, vrapim, biciklet, rover, ku ta dion do të varësisht çka i përshtatet atij më mirë. Mirë po jo me ngrit pesha 5-6 herë njavë, nëse po thon kur njët ai nuk është merr me atë punë. 5-6 herë njavë mujna me ushtruon e Egzoni që urtojnë që 15 vjet, për shembull. Edhe ka një program ndryshe. Nëse janë donë ti ka një muskull veç e veç, s'ka qore po është 5 herë njavë. Qashto, mirë po nëse... Kemë bëhe që fa sistemi e banë. Qashto, mirë po nëse... Shumë me pak nëse s'ushton 5 herë. Po, mirë po nëse e ka për shembull për detyrë humbjen e peshës, ti nuk ki nevojë mu fokusu mja veç një grup muskujve. 95% njerëzve e kanë fokus edhe me humbë peshën, edhe me forcu trupin, pjesën altë, apo kupton? Po, me forcimin rrihet mirë, po çdo herë është mirë mu koncentru një anë nëse dën me mrim më shpejt. Nëse dën edhe me humbë peshë edhe mu zhvillu, ka më të shku shumë gjatë. Ja. Spajtona me sto. Ka më të shku shumë gjatë. Ato ta bazojnë praktikë se spajtona me sto. Jo, ajo... Nashta, Niko, unë e pajtona me ty se në atë aspektin qysh e ke mësu, ose qysh e ke ledzu, për shambull, po në praktik, që na e kena përvu, do më thonë, edhe në praktik. Jo në do djeta që na e kem përvu, që na ti si ke përvu, pesnik, apo më thonë, jo në do sene që me më rri për shambull përqindjen e njërës në 3% ose 3.5%, ti edhe nërë 2%, njëri bjën tokë. Po, nërë 2% që më rri, unë e më rri 3.8%, ma nërë ato jo, se qarë, natural që ka posë, 3.2 se besoj, se 3.5 e kom pas 3.5 e kom pas në gara që është ekstremi ekstremit, do më thonë nuk në kona stjetë garus në qatë nivela, po kuptan? Po unë nuk pajtona me që ato, se nëse shkon vish në humbjet peshët, po menoj për që të klasë se kiti njësë që dojnë vish me hu peshë. Pajtona me ato. Po ti vetë fakti që punon me pesha, po ti s'ki qare pa u forcu. Po, qysh me po menon me pesha? Po ti, unë po thëmë 3 herë njavë të në ku me shti me pesha ato. Aje ka për qëllim humbjen e peshës. Qysh po menon ti nëse bën aj... Atëheri bjen 2 orë në ditë e trening. Pse 2 orë në ditë? Se nëse është në 3 herë njavë ti duhesh me jam rri për shumë gjyks biceps, shpin triceps edhe krakom. Nëse hena gjyks biceps, plus kardio në fund, atëherë më rri në regull dhe po... Sa është sistem shumë i vjetër bëmën e demodem. Ajtë sistem se përdori asona, më ndryshës mundesh me mri. Ose kimi nda 2 grupet muskujve, ose kimi nda 1 grup. Këtu po flasë për njerëz që dojnë me humb peshë, egzam. Me humb peshë me forcu trup, thamë. Jo veç me humb peshë pajtona unë me ty. Me humb peshë do tjetër sistem. Me humb peshë do circuit training me shku gjysën e trupit një herë, një ditë gjysën e trupit një ditë tjetër. Ka shumë rëndësi qysh me trupi mas humbjes peshës. Se me humb peshë kanë humb edhe te Maqedonia. Jo, normal. Ti po flet për ato, ti po flet veç te dieta, unë çfarë po them, unë koncentrona edhe në ushtrimet që normal, jo, pa tjetër me ushtru, me konë ashtu i kësha thonë njerëz dhe delni ngërmi, ngani ose mani djetë, je trupi lëshut, pa tjetër du të me ushtru. Këto pa tjetër, jo, gjdo herë. Na po folim në trend që tash që shpo ushtrojmë, na. Ti po flet në bazë literaturës që po të tegzoj qa ke ledzu. Jo, nuk është e vërtet, se unë aplikoj me njerëz ato me 20 klienta në dite. Na do me thonë, sa jemi në qëtë punë, na ledzojnë edhe ti. Po dhe me 20 klienta që i kam kështu, po të personal. Unë nuk i kam 20 klienta. Po nej, se po du me thonë që kjo që po thot e veç teori. Pe 6 të gjyzë me nëzë se kom të pare, nuk kom shansë me mbri. Se unë e mi 2 klienta mrena një orarit nuk kom shansë me mbri. Unë personalisht jo. Qysh po me në mrena?
një orës? Mrena një orës? Mrena një orës, 2 veta unë e ka maksimumi. Po 2 veta unë e ka maksimumi. Po qëta, nuk muna për shumë... Po në tash më varët sa herë njëllë që ushtran. Unë së ushtroj për mi 3 herë njëllë. Unë nërë 5 shkoj marrë të shpia. Zakin grej. Ja, unë 3 herë njëllë të ushtoj se unë du mirujt ata, për një koma gjatë. Jo këmunës, këtë amin, mu ka që më thirën Hitlera, ka tele, po në fond këtë më dojnë, se këtë më rrinë qatë të qëllim që se kanë rri kosës. Aja djetë, qatë është. Lap të lutë na nëse ka mundësi për me pytë, për shkak se këtu trenerat në Zvicër thonë mos me vrapu derisa ushtran se nuk është i mirë për muskuj. Varet sa ka pesh. Varet sa ko vrapon. Edhe më varet që ka dënë, nëse është bilder me vrapu zgudzan, a i mundet me bo ecit shpejt mundet me bo, me vrapu nuk gudzan, asë njëherë, nëse dënë vish me bëkon fit, normal që mundet me vrapu. Varet, kej për qëllimi, që ta bilder nuk mundet, me bo bilder edhe me vrapu, nuk ecit shpejt po, në maksimum ecit shpejt. Ashtë të mëstu një veç literaturë, se nuk më bëni mu si mësë më ushtru në asë njëherë. Unë ushtrej që 15 vjetë. Por ku më ushtru unë ushtrej që 15 vjetë, po më thuni veç literaturë edhe unë ka dalë veç bakë. Niko, në qatë temë që te për menet, thash se në bazë literaturës unë e tërgua, unë e kom edhe një shok që ka studiu në Austri. Veç me një sistem, nuk do një veç gjyks biceps më ushtru halet që shka ushtru babajnë para 30-40 vjetëve. Unë e tërgova, nuk e në pytje gjyks biceps, po ke në pytje... Më ushtru, do të konë loj sistemi, unë thash varë se shprej treningu. Po qysh mund është me mri me 3 e një, për shamë qysh mund është me mri këtë pjesë të trupit? Po mund është me, po s'mund është se apësha nuk e dhe, po të qështë dhe dhe. Hajtë zegona të tim. Që të kalzoj, se ushtron, për shembull, një dit, kam shpin, triceps, bark. Ditën, po, ka dole se s'ki nevoj mi bo 5 ushtrime. Një dyta shpina. Po, kam shpin, triceps, bark, ditën tjetër gjok, skra, biceps, bark. Nëse bon vë qyterin e shpinës po, nëse hen skuat qaj edhe me bo shpin. Jo, po tash më varët për përgjedhët ushtrime, se ti s'ki nevoj tash me hi edhe skuat, edhe deadlift në shta, se ka dole po flasën për njerës. Përveç kur ka dome, pas skuat kom në ka. Mirë dhe mirë, po ka dole. As për femna, as për moshme. O shumë e vërtet, po nëse nëse ka problem me naj gjuh, që shumica kanë problem. S'munesh me shti skuat, zgodzon me shti skuat. Kështu që pëse përdo skuat, nuk është ajo definitive. Nuk më nëshme thonë kur gjithë definitive veç qështu. Pa i nëse ka problem, o bez ka me mri. Po jo, ka me mri se ti a forcon gjunin. Ka me mri me forcu, a mo që ajo komi u vrejt që është ushtrume, është ekstrem problem. Jo, ja forcon, për problemet noja do të me shku me bë operacion. Po, absolut. Dërhyrje, mirë, po nëse veç ka problem, me na i dhim të vogën puna e mbi peshës, ti dush njerë me leg ekstenzion e leg kurd me ja forcu atë muskull, quadricepsin, edhe mrapa, biceps femori, stanaj me pregadit, nuk më në shekë zani që 20-30 kg njerën me shti direkt në ullje. Jo, nuk kënë edhe me thonë të se 20-30 kg. Jo, henë, se ti i thu, ti e trener, ti nëse i thua jenë, a je provon. Po jo, s'mund me hisa i bje për tokë. A je provon. Apo këpëtën, nuk ka shansë. E ka njoni një propozim që dhe është fitesi maj miri. Ushtimi maj miri. Grabuja, trakopi, ndalj biceps, ndalj triceps. Jo, po, a pisha shumë ketë që menojnë që ka loje sisteme. Do të unë thash, e patëm fjallën për me u pesh. Për me u pesh nuk do shmi ngarku njerëz me pesha 5 herë njavë. Për menimin tem. Gjdo njani ju e kini menimin e ju. Për menimin tem. 3 herë njavë me pesha, që shkanë mëri edhe mërin gjdo herë. Njerëz që ushtrojone edhe 2 herë. Po, periudën kohore për sa mëri, se kini po rezultatet e mija për shamë kohët fundit në Instagram, se nuk i kam rikë kush ato rezultate. Periuda shumë shpejt mërin, tash moni me pyta ta, sajnë të naqën, edhe 2 herë njavë do të thëtë kombinime kardio. Ma shumë kardio, 3, 5 herë njavë, 6 herë njavë, njerën që s'ka ushtru kur me ngarku me pesha, ajo është për profesionist, po ka dalë, a i s'dojnë mu bo profesionist, a i s'është profesionist. Po dojnë me bo trup, po nuk është... rritë rezultati ma shpejt, po mirë dhe ma shpejt, po nuk është bërë ma shpejt ajo. Po e fundit, ajo është i kënaqën, pa bu këpëtan. Nëse aj, na gjithmonë folëm, na duhet me punu në pajtueshmëri me klientin. Klienti për shembull po thot, unë e ponina ekstrem mirë. Për shembull, unë kam edhe dhurata që më kanë pru. Apo kupton se çfarë transformimet e fundit që i kam bërë për shembull për një periudhë shumë shkurt. A di pse i kom bo për qatë periudhë? Asnjë si kom nërë 5, me shkrime asnjë. 5 herë njavë të dhone, po jo me pesha. Po pse i kom bo ato transformime? Ato i kom zgjedh njerëzit të caktuar i bo ato transformime, jo të tonë.
se nuk mund është të tonë njerëzit me apliku, i kom zgjedh, pse mja hekat psiqike njerëz, se i kanë po na për fitnesa që ushtrojnë, me ka 10 vjetë dhe s'ka bo trup. Kom dash mja hekat psiqiken se kockat, pi barkut, jo pi barkut që ka ekstrem, pi 1% të ndyrës, 3 dhe në 4 muj, nëse i ma të rezimit të ushqimit, ka me kalun kockë. I kam edhe 2 pyetje që janë të fundit për shkak që veç po shkon me tonë kjo edhe pyetja e treta jam ja kam me qenë diçka bashkë me juve që treve që ju kam këtu për diçka për një të ardhme. Po e para është steroidet përgjithësi domethënë që mirën. Ajo ndëmshme edhe e keni përdorur vetë ndonjëherë? Steroidet nuk është shumë keq me përmend në aspekt fitnessit, për shembull në emision sikur na që jena. Se nuk është në pyetje për shembull se na e dim në këtë botë sa përdoren edhe çysh përdoren apo kupton. Edhe unë personalisht, publikisht, edhe pse nuk është mirë me thonë, po unë e përdori se unë e marr pjesë në gara. Steroidet nuk përdoren kur e ki proteinat zero, më thonë nuk përdor as proteina as kujt, ushqimin e ka zero. Qato gabim matë marën përbojnë 90% të rinisë sot në Prishtinë. Për shumë hinë direkt në steroide. Ose mu më bënë pyte për shumë, a bënë me marë steroide? Thoma, jetu i hongër 2 kila mesh në dite? Jo. Për shka po merë? Ajë nuk është ushqim o stimulus. Qysh do me marë stimulusin kërse ki ushqimin? Nuk ka nevoj me marë steroide për me bëtë trup. Nëse do me dalë, nëse ambicjet e ti në gara të të rëgjo. Nësë Niko s'ka marë kur steroide, edhe ka trupin fit. Kam njerëz që s'kan marë kur steroide e kanë trupin fit, apo këpëtan. Këtë mvajt ambicjet e ti. Këta as s'kan trup që marrin steroide sot në për Prishtinë, as ku gjojës. Vish do me thonë marrin steroide, ushimin zero, ta bon treningun si qikat, hala shqipken s'din me kap mirë, 100 kg që në kur se ka qu. Okej, pyetja tjetër që është bo, do me thonë, mu ka bo plus 18, andikon marrëdhënia seksuale në fitness. Pozitivisht po. Po. Okej. Pozitivisht po. Normal. Kështu që e morët edhe përgjigjen, edhe e treta që thash unë kjo. Jemi në prill, maj, qëshor. Në fakt, unë kisha dash që mi gjetë 3 persona, me thonë 2 mashkuj edhe një femën që nuk kanë pas asnjëherë, nuk kanë ushtru, edhe në fakt, ju 3 fitnessit qeni, 3 i keni këtu pjesën, edhe njënin për fitnessave ku zakonisht unë e kom pas bashkëpunimin edhe që shkoj, edhe një. Kështu, meritoni faktikisht 4 njerëz, 4 fitnesset që i kemi këtu, edhe mi përcjell prej qëtashit deri në fund qërshorit ndryshimet e tëre. Me përcjell nga një njeri nda qoftë, po e bëjmë si short kështu që javën tjetër në kuadrë të emisionit, unë me përzgjedh që ata me quni mail apo me telefonu edhe mi përbo përzgjedhjen dhe me to njerës që kanë nevoj, që s'kanë ushtru asë njerë, me ardhë të si cili për juve me pa një ndryshim dhe me tonë qka po vjen, qoftë nësë është i pilot apo qoftë edhe me muskull. Unë i kom klientat e mi, për momentin, do më thonë, nuk muna me marë më edhe me desh, se s'kom kapacitet, kështu që pisa ty një klientave të mi, unë doj kom prezentu transformimin dhe i stash, po kom me ta prezentu e transformimin me six pack. Bile minimum 4-5 për tyne që kur njetë as ondër se kanë pas six packun. Okej, a ka ndonjë që ka arë qëtash? Po qëtash kanë ardhë. Qëtash ka arë, okej. Njënin për këtëve për zgjellë cilën dushtit që faktikisht meritoni ka më ardhë edhe gradualisht, do me tonë, me përcjell gjatë kohës edhe na me qenë pjesë e misionit me pas. Bes, a ki dikon 3 që ka arë tash këto dit? Po, ka. Ki 3? Okej, a ki dikon 3? Po. Vesh që pranon dhe me thonë që faktikisht me dalë edhe në kamil, mu konsultu, jemi në kontakt dhe me thonë që prej javës tjetër të regojmë se qëta jonë, edhe këtë anën tjetër edhe me Fitinin, me Gjenin, unë i kam raportet e mira, edhe aj e përzgjedh dikon, e kështu që vesh me këqyrë, qka po mujmë dhe me thonë, ndryshimin po më interesan, po më interesan ndryshimi që mundet pa përdor proteina, pa kur gjë. Jo, pa përdor proteina, jo, të thojmë publikisht, jo. Pa përdor kur gjë që mundet, do me thonë, qof me u pesh, qof me formu diqka. Unë për veti, bëmaki, a më bënë mirë, 1 orë të ti, 1 orë të ti, 1 orë të ti. Jo, se po, jo, monësh, nuk ka problem, unë e kësha me ndërlidh diqka që ti monësh edhe me ardhmi, po mënej, me banaj historie, pa problem, i shkon mirë, nështë ta me pa unë, dikon që ushtroj, po me kanë e të njëtës
qëllim, pezom. Unë dikon që du me hu pesh, Po. kjo dikon edhe egzonit, dikon që... Adin edhe me marë, me gjëru, edhe me këshirë sistemin. Me këshirë sistemin, për shumë, qëfar sistemi, se gjdo njoni dhe një ka, unë s'ta po dhamë, nuk do një me... Gjdo njoni ka sistemin e vetë, aja shumë normale. Po, gjithë ko shika ato metodë. Nëse është projekti i njëjtë, atë qëllimi ka më konë i njëjtë. Qashtu, gjata, kështu që vjen i gjiran, edhe nështë ta, mas një kohë, ti më nështë edhe më armi për cilës, po mas një kohë nështë ta kështë me qenë mirë me konë edhe ata, këtu, në studio. Edhe e qojnë maricën, Po. Edhe ata në studio që thjesht me jep edhe ata një farë menimi. Na po do na mi përcjell vazhdimisht. Me kalimin e kohës dhe me tonë mi përcjell për shembull sot 2 javë ku janë, sot 4 javë ku janë, sot 6 javë ku janë, edhe mas andej jemi bashkë në studio. Prap dhe me tonë, edhe këto po e bëjmë në emisionin e fundit dhe me tonë të sezonës Një kafe me labin, para se me kalu Summer Një kafe me labin. E bëjmë në emisionin fundit ku faktikisht... Cili muj është? I fundit qëshorit. Dhe me tonë fund qëshorit i bjen. Emisionin fundit fund qëshorit para një korikut. I bjen, kështu që në emisionin e fundit edhe e këqyrim dhe me tonë Transformimet, masë. Okej, unë për falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë, besoj dhe uroj që kemi, sa do pak i kemi informu shikuesit. E shpresoj që kjo që e qesim tash në vazhdimësi mas 2 jave me qata persona që i keni përzgjedh, ju e keni me qëllime caktume, pse jo mos jetë edhe si këshill çdo javë për mi kallëzu dhe shikuesve mi motivu ata cilët dëshirojnë për me hub pesh apo për më duhet pak më mirë. Jo vetëm për sezon të verës. Po, normal, ato do të me pas parasysh se do të me vazhdu edhe mas nena. Faleminderit për zemërsisht, faleminderit shumë. Faleminderit.